Nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur zonja dhe zotrinj, ja ku po takohemi me mua Tirona Lilin në kanalin Monitor TV, për të sjellur pranë jush në fakt një pikpyetje që vite me radh po na vën në dyshim. Kush është vllau i madh? Kush është personazhi që fshihet pas gjithë këtij projekti gjigant të madh që është krijuar Big Brother VIP Albania? Unë jam munduar që në një sqarim të vogël ta shpjegoj me detaje se kush është vëllau i madh. Kush është ky njeri që është i padukshëm, është aq i fshehur dhe publiku në asnjë mënyrë nuk ka shansin që asnjëherë ta shikoj kush është vëllau i madh. Big Brother VIP Albania është kthyer ndër vite në një nga reality show-t më të ndjekura në historinë e televizionit shqiptar. Çdo sezon është shoqëruar me emocione, debat, surpriza, romanca e drama. Por asnjë pyetje nuk ka ngacmuar më shumë kuriozitetin e publikut se sa kjo: kush është vëllau i madh? Prej momentit të parë që spektakli u shfaq në ekranet shqiptare përmes platformës gjigande Top Channel, figura e vëllait të madh është trajtuar me një lloj misteri dhe solemniteti. Një zë që vjen nga lart, një autoritet i padukshëm, një figurë që ndikon çdo gjë brenda shtëpisë, por që nuk shfaqet asnjëherë. Tani, vllau i madh është një person, është një sistem apo është një produksion? Janë këto tre pyetje që në fakt më së shumti bëhen nga publiku shqiptar. Kush është vllau i madh? Ajo që shumë njerëz e harrojnë është se vllai i madh nuk është një person i vetëm që fshihet pas një zyre dhe komandon banorët me një mikrofon. Në realitet, vëllai i madh është një term simbolik që përfaqëson të gjithë stafin e produksionit që punon ditë e natë për të ndërtuar realitetin artificial të një shoqërie të mbyllur. Në zemër të këtij produksioni, që nga sezoni i parë e deri më sot, qëndron Top Channel. Tani, më duhet të kthehem edhe një herë te kjo e para, që ta kuptoni bukur. Do të thënë, ajo që shumë njerëz e harrojnë është se vëllau i madh nuk është një person i vetëm që fshihet pas një zyre dhe komandon banorët me një mikrofon. Në realitet, vëllau i madh është një term simbolik që përfaqëson gjithë stafin e produksionit që punon ditë e natë për të ndërtuar realitetin artificial të një shoqërie të mbyllur. Në zemër të këtij produksionit, që nga sezoni i parë deri më sot qëndron Top Channel, një nga mediat më të mëdha në historinë e Shqipërisë, themeluar nga vizionari ndjer Dritan Hoxha. Pas ndarjes së tij nga jeta, drejtimin e këtij televizioni e morën bashkëshortja e tij, zonja Vjolca Hoxha, dhe më pas vajzat e tyre, Lori dhe Sara Hoxha, të cilat sot janë dy ndër producentet më të suksesshme dhe më influente në industrinë e showbizit shqiptar, por dhe më gjëra, jo vetëm në showbiz. Lori dhe Sara, producente që frymojnë vëllaun e madh. Producentet që frymojnë vëllaun e madh. Është e rëndësishme të kuptohet se ideja, koncepti, narrativi dhe ritmi i Big Brother nuk janë vetëm çështje teknike, por edhe produkt kreativ i një vizioni të qartë. Dhe ky vizion në Shqipëri drejtohet nga Lori dhe Sara Hoxha, të cilat kanë dhënë një impuls të ri dhe bashkëkohor këtij formati botror, duke e përshtatur me shijet, ritmet dhe sfidat e audiencës shqiptare. A janë ato vllau i madh? Në një farë mënyre, po. Ato nuk janë zëri që dëgjohet në autoparlant, por janë mendja dhe strategjia pas çdo vendimi të rëndësishëm në skenarin e Big Brother VIP. Po mirë, për shembull në Kosovë ju e keni dëgjuar në Big Brother zërin e vllaut të madh. Thot po u flet vllau i madh. Kush flet nga vllau i madh? Kush është zëri i vllaut të madh? Sa i përket zërit të vllaut të madh, ai është zakonisht një antar i stafit teknik që ka zërin e duhur, tonin autoritar dhe neutralitetin që kërkohet për të komunikuar me banorët.
Ky person shpesh ndron sipas ndërave të punës, pasi ky emision monitorohet 24 orë në 7 ditët e javës me kamera që kapin çdo detaj dhe staf që poruan kontrollin real. Zëri mund të jetë nga një i regjistruar i turnit, një redaktor apo një operator zëri me përvojë, por në fund të fundit fjalët që thuhen janë të mirë menduara dhe të miratuara nga producentët ekzekutiv të spektaklit, që në këtë rast, për shembull në Big Brotherin e Shqipërisë, janë vetë Lori dhe Sara Hoxha. E kuptoni? Do me thënë, zëri mund të jetë nga një operator teknik i cili e ka fiks tonin e bukur të zërit, e ka të autoritetin në mënyrën si flet dhe mund të përdoret si vllau i madh. Tani, vllau i madh është filozofia e gjithë këtij spektaklit, sepse emri i këtij spektaklit është Big Brother, i përkthyer në gjuhën shqipe vllau i madh. Do me thënë, filozofia e gjithë spektaklit është vllau i madh, se si disa njerëz të marrin urdhra nga një njeri. Publiku shpesh e ngatron figurën e vllaut të madh me një individ që merr vendime sipas qefit. Në realitet, vllau i madh është një filozofi mediatike që përfaqëson rregullin, kontrollin, drejtësinë dhe pranimin e të gjithë atyre njerëzve në një univers që është krijuar për të stimuluar jetën, por me kufizime të qarta, sepse ato janë në univers në vete. Çdo ndërhyrje, çdo paralajmërim, çdo vendim për dëshkim apo shpërblim është pjesë e një strukture shumë të ndërlikuar që nis nga bordi editorial, kalon përmes skenaristëve, psikologëve të spektaklit, producentëve dhe më pas përfundon në zërin që publikohet si fjalia apo si fjala e vëllaut të madh. Dëgjoni mirë këtë. Çdo paralajmërim, çdo vendim për ndëshkim apo shpërblim është pjesë e një strukture shumë të ndërlikuar, do të thënë zarfat kur vinë në shtëpi, janë pjesë e një strukture shumë të ndërlikuar që kalojnë nga bordi editorial, nëpërmes skenaristëve, psikologëve të spektaklit, producentëve i shikojnë dhe më pas përfundon në dorën e Ledion Liços, edhe publikohet me fjalën zarf nga vllau i madh. Një ndër arsyet pse njerëzit vazhdojnë ta bëjnë këtë pyetje është sepse Top Channel e ka ruajtur qëllimisht këtë misterin për vite me radhë dhe me të drejtë, pjesë e suksesit të Big Brother është edhe ndjenja që banorët nuk janë vetëm në nënvëzhgim, por edhe në autoritetin e një fuqie më të madhe të padukshme. Kjo ide vjen që nga origjina e emrit të spektaklit që është bazuar te romani distopik në vitin 1984 nga Georgi, ku Big Brother është simboli një qeverie totalitare që kontrollon çdo lëvizje të qytetarëve. Do të thënë, ky emër ka lindur nga ky roman në vitin 1984, Big Brother. Do të thënë është një libër që e keni dhe nga ky libër realisht është krijuar gjithë ky reality show i madh, ma besoni këtë gjë. Edhe në formatin televiziv, ky simbol rruhet dhe kjo e bën spektaklin më tërheqës, më enigmë dhe më mediatik për publikun. Përgjigjja është, tani, përfundimi që ta kuptoni, a është vllau i madh Lori apo Sara, apo në një punonjës teknik, apo thjesht vetë Top Channel? Përgjigjja është kjo, të gjithë së bashku, sepse vllau i madh nuk është njeri, është një ide, një sistem, një gjigant që quhet produksion. Dhe në qendër të këtij sistemi qëndrojnë producentët, skenaristët, regjisorët, teknikët, montazhierët, stafet e marketingut, të sigurisë, të psikologjisë, një ushtri njerëzish që bëjnë të mundur që një reality show të jetë kaq real dhe njëkohësisht kaq magjepës. Dhe në maj të kësaj piramide qëndron Lori dhe Sara Hoxha, dy gra që jo vetëm e kanë trashëguar vizionin e të ndjerit Dritan Hoxha, i cili e mori përsipër këtë reality show të hapën për herë të parë në Shqipëri nën moderimin e Arbana Osmanit, por po evolojnë televizionin shqiptar për te çdo kufiri tradicional. Do me thënë me shumë punë,
me shumë dëshirë të madhe për ta quar dëshirën e babait të tyre deri në fund, Sara dhe Lori Hoxha e ruajnë fort qëndrimin e vllaut të madh në një reality show siç është Big Brother.